Shqiptarë dojnë polarizim për me mujt partit politike me bjetu, edhe kjo ishte ajo që ne kam thënë, jemi popull i vogël për armiqësitë e madhe. Zonin Osmani, është presidenti apo jo? Zonin Osmani, në përvojën tuaj. Unë çfarë di kështu me thonë me përgjithësi të plot. Zoti Kurti është kafshë madhe politike. Nuk ja fal diskursin politik asnjëherë, është tash momenti ajo, nuk e di, por nuk ja fal diskursin politik të zonjës Osmani që ka thonë raport me Kurtin. Në vitin 2024, në fund vitin e vitin 2024, diskutuani bigjës me bigjës, po janë edhe ato në 2019 e 2017, e mos harro. Rit. A se ti kalojnë 2021 këtë? Pas, tajnë politikantët tonë, që këtë që kanë mbajnë në fjallë në veprimet e ty, në këta kanë inate dhe armiqësie, e kanë egon. Nuk e kanë rritin e mirëqenjes, shembullin e mirë të dhenës si gjipat i kena me trotuare, gjipat trotuare, gjipat e zi, dhe me thonë, kështu kanë bërë, se cili politikant e i sot. Edhe pararen se të. Edhe asë një studenu. Pra ti ki sot në list njerës që marrin 12 të madhe votave, e krejt jetën e vetë e kanë abuzim ndaj vendit e ndaj shtetin. Pra sot... Diçka në regull nuk është. Po nuk është regull me shoqërinë tonë, se shoqëria vendos standard. Pra na qytetarë duhet me i nejtë karshi politikës. Hajde për ezëm po fillojmë prej 2026 me ndërtu demokracinë këtë vend. Hajde ta japim shembullin. Ti majmë politikant në presion për me majtë fjallën e dhënë edhe përgjecës. E shini zonë Osmani president apo jo? Si pas përvojës që ndani me këtë mjedis politik të gjatë. Në këtë shoqërinë e kontaminimit. Zonja Osmani duket se po i çon mesazh zotit Kurtit që me mu presidente dhe mund të ashtroni rrugën për të zbarku në shtëpi të bardhë, për të kriju një raport të ratllëku të mirë, raporte me Shëbat. E pranon këtë Kurti? Pikërisht kjo shembull e shantazhit, kjo është shembull i shantazhit politik. Ti s'po e thu, po e thojnë ata. Kjo është shembull i shantazhit që unë ja kapi trontin. Ashtu janë mesazhet që mund të lexohen edhe po komentohen, po. Në fakt për mua do të ishte e nevojshme edhe domosdoshme me po edhe zonin Osmani, edhe zotin Kurti, secilin politikant këtij vendi, kryetar komune, njeri që është i veshur me pushtet, se si kanë me zgjidh problemin me degradimin arsim. Si do duhej të zgjidhej problemi me shëndetësien, me sigurimet shëndetësore, jetësore, edhe të shumë institucioneve që sot dhe shumë polic mas 20 viteve ushtarë të FSK-s e lojnë punën, edhe emigrojnë jashtë. Për mund do t'ishte, që nuk për e dëgjojmë, mos e dhash zotë edhe aja plaka atje që ka pullë dorën zotit Kurti me med vetë, se s'ka me konë zotit Kurti këto institucione që kanë mja bona e shërbim, po do të më lutë në solidaritetin edhe në bamirësinë e atjet kastratit. Kjo dhe kjo ka dëshmu edhe është dëshmi. Kujdes al plegjve nuk është po nuk është vice plegjve, ne kemi pas përmbytjet Malishev. Unë vetë kam qenë një ndër familje që kam qenë një përmbytër. Asë një telefonat, asë një shërbim s'ta e paskosh. Do me thonë, ti do të me siguru ujë, do të me siguru energjiet, ti do të me hek ujën, ti tash do të më marrë me rikuperu damin. E dami jam ka qenë më i vogël, por është të kësojna çfarë damet mëdha kanë pas njerëzit, tash ja du të me shku në punë, ja du të më marrë me rikuperu damin edhe nuk e ka dorën e shtetit. Cili është roli i shtetit? Me pas, me ndje qytetari dorën e vetë, qoftë me taks, kjo është kuptimi. Kjo se i përket presidentës, unë nuk admiroj një presidentet të tillë, që këtë rrugtimin e saj politike ka të ndërtuar mbi shantazh dhe mbi diskurs të rrajshëm. Një presidente që ka votu se cilën të keqet që i ka kalu këtij vendi, nuk u penalizu paktin as në diskursin tonë publik e politik në raport me të, pra sot për Qakorin akuzohet Ramushi, po votu se ka qenë edhe Vjosa Osmani, edhe Donika Kada, edhe Melisa Haradinaj, e Donika dhe Melisa kanë qenë pjesë aleancës në atë kohë, sot janë këshilltarët të presidentes, ato janë, a e një të po çfarë çorroditje.